Kosova mund të hyjë në një tjetër krizë institucionale, pasi edhe me konstituimin e kuvendit nuk pritet zgjedhja e presidentit. Ish-zëvendës kryeministri Haki Abazi thotë se parlamenti do të mblidhet vetëm formalisht, duke paralajmëruar dështimin e radhës për emrin e ri të kreut të shtetit në Prishtinë. Vetë fakti që është shtyrë në ditën e fundit të afateve kushtetuese tregon se sa jo serioze është çësia ndaj formimit të institucioneve. I gjithë skenari është i përgatitur që të shkojmë zgjedhje të reja dhe ato në kohën e pushimit të dimrit. Do të kemi një konstituim sa përsye faqe dhe dështim të përzgjedhjes së presidentit. Timonieri i kësaj krize edhe kësaj situate është kurti dhe mungesa e tij e kulturës minimale politike për të arritur kompromiset e duhura. Sipas Abazit, edhe rizgjedhja e Lumir Abdixhikut në krye të lidhjes demokratike nuk e zgjidh as pak problemin e përçarjes së partisë. Sepse nuk mund të ketë më marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje një lidhje demokratike e cila është realisht ka dalë nga një proces i brendshëm në gjysmë, do të thotë kundër Abdixhikut. Abazi thotë se strategjia e kryeministrit në detyrë nuk është krijimi i institucioneve, por dobësimi i LDK-s.